frenohesh ti kur të thonësh djali Alfred Kaçenaj dhe si e ndjen këtë petkun që ta veshin sipër? Padyshim që është kënaqësi edhe ne tash kemi vite që bashkëpunojmë në situata të ndryshme, qoftë në festival këtu, qoftë në festival në RTK, qoftë projekte individuale që mund të ketë njëri edhe bashkëpunojmë apo tjetri, apo koncerte që kemi zhvillu, po themi jashtë festivaleve që mund të kenë qenë për artistë të ndryshëm, i fundit ishte me Eda Fina Zeqirit, që patëm atje që ishim në të njëjtin stage dhe ishin në dy net, po, edhe ai ishte koncert shumë i bukur, shumë interesant, ne u kënaqëm padyshim. Se përgjithsisht në gjithë punën paraprake e bëjmë kohë më parë se të hypim sken, edhe momenti që ne jemi në sken, le të themi ne thjesht kemi vetëm qevin, na ikën po themi ai sikleti dhe lodhja dhe po. Sepse fshihet, jam i sigurt një punë shumë e madhe pas. Po. Edhe ka qenë një punë shumë e madhe, sigurisht iniciator dhe i gjithë ai që i dha formë ishte Florent Boshnjaku, shoku jon edhe kolegu jon prej vitesh. Dhe ishte një koncert shumë i bukur, edhe kështu. Po si ishte bashkëpunimi me Eda Fina Zeqirin, një emër që le të themi emri më gjigant do i quaj, jam i përfolur patjetër, po se po. Më i lakuar, më i evidentuar, më i dashur Si është të bashkëpunosh me Eda Fina? Si fillim ne kemi pas një jo bashkëpunim, po Dafina ka qenë në festivalin e parë të RTK-s që u bë, erdhi si e ftuar, këndoi vetëm një këngë. Edhe le të themi aty kemi pas kontaktin e parë në sken si bashkëpunëtor. Më të mirët zgjedhin më të mirët. Është vërtet kjo? Gjëra fejnë. Jo më kot. Edhe ky bashkëpunim sigurisht që ishte shumë interesant, ishte shumë i qetë, ishte shumë miqësor, ishte shumë i bukur. Dafina njëri fantastik, që ti se ndjen në asnjë moment atë peshën ose presionin që është ky personi këtu. Mund të them që ishte personi i fundit që fliste. Po, edhe kemi kaluar shumë bukur. Edhe do të jetë një koncert që do të vijë së shpejti edhe në Tiranë, edhe do të ketë pasardhës si koncert, si projekt. Do kalojmë nga një emër i suksesshëm në një emër po kaq të suksesshëm dhe jemi duke e folur miq për Adelina Ismailin, drejtor artistik këtu. Adelina Ismaili, mirë. Komplet në drejtimin artistik. Po, mirë. Kjo lidhja me Adelina Ismailin ka qenë që para se ne të ishim koshient që kishim një lidhje me Adelina Ismailin, sepse ka qenë një fenomen edhe një çudi e madhe kur Adelina shfaq në televizion në Shqipëri në ato vite, edhe unë mendoj kam qenë shumë i vogël. Po, patjetër. Fëmijë fare. Edhe prapë mbaj mend impaktin, kështu që një bujë jashtëzakonshme. Një bujë të frikshme. Po. Edhe bashkëpunimi me Adelinën ishte, po themi, jo nga hiçi, sepse kur Adelina ishte në juri në festivalin e këngës këtu në Tiranë, unë pata, le të themi, shansin që t'i orkestroja një nga materialet e saj për ta kënduar live, që ishte Zemrën nuk ta fal, kënga që ka marrë pjesë në RTSH në 96, mos gaboj. 97, 96, 97, festivali 35 më duket, 36, nuk e kujtoj. Ti që është 97 si vit. Aty është. Shumë eksplozive, si çdo performancë tjetër. Avangard, gjithmonë. Si gjithmonë. Edhe aty patëm, aty krijum, po themi, kontaktin e parë, real edhe profesional, edhe një ditë të bukur të tetorit apo shtatorit të vitit që lan pas, mora një telefonat nga Vali, i cili merret edhe me menaxherimin e Adelinës, që është bashkëshorti Adelinës, i cili më tha që po mendojmë bëjmë këtë koncertin, edhe isha kështu, yes. Edhe koncerti i Adelinës po ashtu ishte një sukses shumë i madh. Kemi bë, siç thash edhe për Dafinën, kemi bë shumë qef në sken, sepse gjithë puna
hiqet më përpara, ne I bëjmë gjithë provat, gjithë gjërat, edhe kur dalim sken, s'kemi më asnjë merak se si do shkojë, thjesht e shijojmë. Edhe me Adelinën e kemi atë koncert këtu në një ambient komercial me 24 janar, po. 24 janar, po. Ku do të jetë? Ku do të mbahet? Cavaliero, është një stage alternativ në një stil kabaret që dhe gjithashtu do të vi pak kohë më vonë, pak muaj më vonë, edhe në një sallë të madhe në formatin që u bë edhe në Prishtinë. Kështu. Okej. Kaq. Urojmë suksese, patjetër ishte ekskluzive, besoj kjo, është ndarë, është treguar. Po, jo, sepse do të akoma po punohet, do të bëhet edhe një farë kështu. Po çfarë mund të marrësh këngëtar, të bësh kështu internshipe, të bësh bashkëpunime? Jo, do të ajo që pyeta pak përpara që sa krenar është babi jot tani dhe shef sa krenar dihet ti tani, në rastin fjalë për këtë atribute dhe për këtë arritje dhe të sukses që merr përsipër të bësh sigurisht, po, është përgjegjësi shumë e madhe, është kënaqësi shumë e madhe. Padyshim. Padyshim. Dhe tani kush është, domethënë keni një personazh përveç Adelinës, e zbuluam Dafinën, Adelina. Po ja flasim pak edhe për Turin, për shembull Turin që je duke bërë me grupin tënd, po. Që është në Shqipëri, më pas patjetër në Kosovë, jemi aktualisht jemi në Kosovë, domethënë unë kam bërë një shkëputje këto 2 ditë të vija këtej sepse më duheshe. Kosovës edhe në Greqi. Po kemi data të pambyllura që se na nënçua akoma të Greqisë dhe të Maqedonisë të paktën. Kemi nisë në Kosovë, kemi performuar në Prizren, Ferizaj, në Prishtinë. Jemi prapë në Prishtinë ditën e mërkurë datë 21 dhe më pas kemi për disa data në Shqipëri, në Pogrades, në Gjirokastër, në Tiranë, sigurisht. Shumë pastaj në gjatë. Po, me Rule është kemi mendu këtë tur dimëror, le të themi me dyert të mbyllura dhe në ambiente pak më të vogla, pak më intime, sepse e kemi nisë në fakt mbrapsh në kuptimin e mirë, e kemi nisë me koncertet mëdhaja, me audiencat mëdhaja, edhe le të themi me distancë shumë të madhe me publikun, edhe në këto gige, në këto live apo koncerte të vogla, po marrim një tjetër energji, po kemi një tjetër interakcion me njerëzit, I kemi shumë afër, edhe kjo është një kënaqësi. Është marrëdhënia që ndërtohet me publikun. Po, është jemi shumë afër me njerëzit, jemi kaq afër. Kështu që do I prek shumë, domethënë ndjet energjia, ndjet interaktiviteti. Tepër. Kështu që është një tur shumë I frytshëm nga gjithë, po themi, ndërtimi jon si grup edhe kjo që çka po arrim me ndërtu me njerëzit edhe po na pëlqen shumë. Një sukses do I shuaja edhe bashkëpunimin që ke pasur me këngëtaren Kamela Islamaj. I ke bërë këngë në fakt. Po, Kamela. Kamela është një shoqe prej vitesh, kolege, se me këtë term bëjmë humor. Bashkëpunojmë prej vitesh jemi në Tirana Art Fest, që është një festival që zhvillohet nga Ministria e nuk është festival, është një proces, është le të themi një shkollë alternative që ne bëjmë një përzgjedhje nga të gjithë gjimnazet, Art Festi, nga bashkia, nga Ministria e Rinisë, mos gaboj, se unë jam shumë I keq me këto formalitetet, po, më falni. Edhe aty jemi prej 6 apo 7 vitesh që jemi mentor, domethënë për pjesën e këngës, nuk është se thjesht përzgjedhim, përzgjedhim, le të themi japim çdo lloj gjëje që mund t'i japim, jo vetëm profesionalisht, po ato janë në një moshë shumë delikate që duan një drejtim
drejtimi i fundit që ne i japim është profesional. Domethënë mundohemi ti orientojmë sa më mirë në gjithë gjonat, për sa i përket gjithë qasjes ndaj pasioneve që kanë, shoqërisë, marrëdhënieve etj. Dhe e fundit fare mund të jetë se si këndon apo sa zot bukur ke. Edhe ky është një bashkëpunim. Si është këtyre të rinjve? Kanë këtë përfshirjen maksimale në për evente të tilla muzikore, më thonë ndjen gati se dikur ka qenë një bum i jashtëzakonshëm, i frikshëm. Hapeshin dyert e etheve së premte. Ethet kanë qenë të gjithë dinin, nuk dinin të këndonin, kishin apo nuk kishin prirje. Artistike ishin aty përpara mikrofonit. Vetëm ajo ka qenë, tashmë rrugët janë shumë, rrugët më të hapura. Po, ajo ka pas një interes shumë të madh dhe ka pas filtra shumë të fortë, edhe ajo e ka bërë që të ishte ai lloj interesi vit pas viti, sepse kurioziteti ikën me edicionin e parë të gjithçka e ikën kurioziteti, problemi është që standardi pastaj të ndihmon të rish kur ke konsistencë si në çdo lloj pune. Ato themelet e para të forta, fundamentet e forta për të mbajtur të mbajtur për të situr këngëtarët e sotës. Po, edhe këngëtarët që gjithë sot janë në treg të gjithë nga i pari te i fundit, heqim në një tek tuk mund mos ketë qenë të ethet. Po të rinj sot, një sekondë, të rinj sot, kanë atë lloj fokusi, të rinj sot, dëshirë, energjie që të vinë të insistojnë të dalin para kamerës, kanë kështu ndroje. Kanë, është si u mendoj si ndryshojnë. U mendoj që është si gjithmonë, që në 10 veta, në 10, 7 mund kenë prirje, 5 kanë pak më shumë, 4 kanë pak pasion më shumë dhe 3 apo 2 e kanë vërtet atë vullneti me çu gjë deri në fund. Është si gjithmonë, është si në çdo klasë, që janë 30 veta, 10 janë nxënës pak më të mirë, 3 janë ato që i kanë të gjitha këto elementet bashkë. Është pak a shumë e njëjta gjë në çdo grup mosh ose grup shoqëror, mendoj unë. Në Artfest ne shohim interes, shohim që ka të rinj që nuk rrinë vetëm duke ëngër fara poshtë pallatit, edhe ashtu shohim njerëz që prap mblidhen nëpër studio provash, marrin kitarat, marrin bateri, këndojnë, bëjnë, edhe ne kjo na knaq, le të themi, sepse kush është motivacioni juaj në këtë rast, si juve i suportoni, ka një çmim ne i suportojmë, aty janë disa çmime që mu me thënë drejtën asnjëherë s'm kanë interesuar çfarë janë, se edhe në gjithë formimin apo le të themi karrierën time nuk më kanë interesuar njëherë pjesa e validimit nga një festival i caktuar, edhe kjo besoj që duhet ketë një rëndësi tek asnjëri. Sidomos tek ata që hedhin hapat e para. Sidomos kur ato janë në start, domethënë, ke njerëz që mendojnë që nuk fitova këtu dhe ndërkohë ato s'kan filluar akoma, po nuk ja kanë idenë e kësaj. Ato mendojnë që ai ishte një cikël i mbaruar. Por ne sigurisht na motivon fakti që shumë këngëtar që ne jemi marrë gjatë këtyre viteve sot janë në skena. Një ndër to ishte edhe për shembull ka qenë edhe Arsi Bako që ta përmendim, që fituesja e festivalit në RTK-s, po që Arsi unë sigurisht e mbaj mend që ku diun se sa ka qenë vit parë gjimnaz, 15 vjeç Sash Robin vit parë diçka e tillë. Arsin e kemi pasur këtu dhe ka folur me superlativa shumë të ndaja. Edhe me Arsin patëm një bashkëpunim, le të themi, shumë suksesshëm në RTK. Edhe janë shumë këngëtarë, se tani nuk po du t'i përmend gjithë sepse ndoshta do harroj shumë, por janë shumë këngëtarë që sot janë në skena, në për festivale, në për evente dhe gjëra të rëndësishme të muzikës që kanë qenë në Artfest, edhe ne kemi punuar të paktën ato 3 vjeçarshin e gjimnazit, edhe na vjen shumë mirë kur i shohim sot që janë në për festivale, janë në për skena të mëdha. Në Radio Televizion e Kosovës ke qenë dhe drejtues bande dhe pianist gjithashtu. Po. Mila përmendim këtë fakt. Atje është viti i 3 që unë isha në këtë. Të është besuar. Pozitë që më është besu, është prap një bashkëpunim me shokun ton edhe kolegun ton Florent Boshnjaku, i cili është një tjetër kështu s'po di si ta them martir ndoshta që po mbahet me me të gjithë thonjt për të ruajtur standardin edhe kualitetin që ka kriju deri tani, qoftë me festivalin, qoftë me gjithë çka po bën andej. Pra jemi ndarë këtej, jemi ne.
që luftojmë me gjithë çka kemi le të themi për rreth. Është eksperiencë shumë e bukur dhe atje, edhe atje kemi një grup banda, orkestra, gjithë instrumentistët apo këngëtarët që me 90% jemi miqë, kolegë prej vitesh. Edhe atje është një klim shumë e mirë, shumë e këndshme. Sa vlerësuar ndihesh që të besohet edhe festivali Radio Televizionit Shqiptar, po dhe i Kosovës gjithashtu. Të dyja vende. Jashtëzakonisht shumë. Është satisfaksion kjo. Po, padyshim është një vlerësim, është kënaqësi shumë e madhe, është përgjegjësi shumë e madhe. Por që një këto gjërat që përgatitesh, po themi gjithë jetën për t'i bërë, edhe vjen ai momenti edhe thjesht fokusohesh te pjesa më bë mirë edhe më po. Më fal Angel, të lutem, se kam më pyetjet e mia. Në interesat e tua ke shprehur një nga ato ke thënë që ke ndonjë opinion kritik mbi muzikën shqiptare dhe ke deklaruar që dominon më së shumti një muzikë e keqe, një muzikë e lodhshme dhe jo e këndshme. Për çfarë konkretisht ty të bën që të ndash të opinion dhe të gjakos se vesh në i farë telepati kemi pasur dhe duke njohur gjithë bagazhin tënd profesionale dhe këtë pjesën luftarake për të ruajtur nivelin dhe standardin, si gjikon pjesën komercialitetin sot? Ja dhe drejt për drejt me çfarë shikoni? Unë mendoj që tashti muzikë e keqe, ku di unë është term pak abstrakt, e keq apo e mirë. Problemi është që edhe komercialja mund të jetë e bërë mirë, jo domosdoshmërisht duhet bërë për një masdite. Edhe ne mendoj që shumë artistëve këtu, që të paktën unë edhe besoj një grup njerëzish e vërejnë shumë kollaj kur dëgjojnë një material, i mungon procesi për të bërë një këngë, procesi për të arritur aty, procesi për të shkruajtur një tekst, procesi për të regjistruar mirë. Domethënë është një proces i tërë që krijon atë gjën ashtu siç është, atë këngën aq të bukur apo jo aq bukur se punë tjetër i pëlqen njerëzve si pëlqen njerëzve. Këtu fokusi i vetëm është mendoj objektivi që se cili vendos vetes, dikush ka objektiv për me kap ca koncerte në verë, dikush ka objektiv me fitu pa tjetër festivalin e këngës, po themi. Edhe këto mendoj që e dëmtojnë produktin, e dëmtojnë artin, asnjë nga këngët që ne na pëlqen ndër, ku diun, shekullin e fundit që në bën botë, nuk edhe që vazhdon rezistancë sot nuk është bërë me një objektiv të tillë që do fitoj këtë ose do kap atë ose edhe kjo mendoj që ndjehet shumë në materialet që ne dëgjojmë që prodhohen aq shumë. Domethënë prodhohen më shumë këngë se sa, ku diun, sufllaqe. Jo. Diamond titull. Më shumë këngë se sufllaqe. Po edhe pse bëhet kjo, sepse ka një interes ekonomik në mes artistit në këtë moment, publiku e do këtë, e ushqim ne publikun me këtë gjë, pra artistët. Ja, publiku nuk mundet të definoj, po publiku merr atë që i ofrohet edhe nuk mund të shkosh para mbrapa publikut sepse publiku shkon me trendet ndrojnë çdo 3 javë, çdo 3 muaj, ku diun. Edhe kjo është një gjë pa sens mendoj, por mendoj që mediat janë ata që kanë bë këtë kasapan, këtë tmerr në është media fajtore.